Pra, emri im është Steven, ky është emri im. Jam këtu për të bërë regjistrimin. Djathtas, aktualisht po dërgoj mesazhe të padëshiruara në ekran. E prit, mund ta kem tepruar pak. Të them të drejtën, prania e njerëzve në mediat sociale është përmirësuar padyshim krahasuar me vitin e kaluar. Tha Persia, në lidhje me gojen. Por hasa rastësisht këtë, ndërsa shfletoja burimin tim. Jones po mban një konkurs eseje me publikun. Kjo ndodhi sepse ai shpesh shihte aktivitete bamirësie dhe shprehu disa mendime për to. E pash këtë ndërkohë që po shfletoja buri i frym. Të tu dua të pranoj se është e rëndësishme të kuptohen të dyja palët. Sepse zemërimi i të dyja palëve në fakt vjen nga një pikë e përbashkët. Të gjithë ata që kritikojnë këto deklarata, në të vërtetë po shprehin një dëshirë, një besim të sinqertë, që njerëzit, fëmijët apo familjet nuk duhet të vuajnë për të plotësuar nevojat bazë. Dhe kjo lidhje në thelb është e drejtë. Kjo është ajo që shpreh ky diskutim, ndërkohë vetë deklarata e Nafael pasqyron edhe një përvojë tjetër të vërtetë. Të përballesh vazhdimisht me dhimbje të pazgjidhura është jashtëzakonisht të vështirë shpirtërisht. Të pranosh atë lodhje, në fakt, është një qëndrim i sinqertë. Kjo më kujton një aspekt që shpesh neglizhohet, edhe pikërisht për këtë arsye po bëj këtë video. Fakt, këto dy qëndrime nuk janë të kundërta me njëra tjetrën. Këto dy qëndrime janë përkthime të ndryshme të dështimit të natyrës njerëzore. Bamirësia në thelb ruan dinjitetin e njerëzve. Ne do ta lexojmë për të kursyer dhe bërë transparencë për fshatin. Sa herë që dikush ka qëndruar në radhë për ndihmë papunësie, në fakt ka shumë njerëz të tillë. E di shumë mirë se aq njerëzore është ajo përvojë. Të vazhdosh në atë gjendje duke e justifikuar me arsyen e lehtësimit nuk është as pak shërim. Këtu ndonse se ndjenja e dështimit nga të dyja palët është e drejtuar ndaj njëra tjetrës, problemi i vërtetë qëndron te fakti se ky sistem nuk është për të zgjidhur dhimbjen, por për ta menaxhuar atë. Kjo strukturë nuk është për t'i çliruar njerëzit nga dhimbja, por mbështetet në faktin që njerëzit të ekspozohen vazhdimisht ndaj saj. Mendoj se kjo është tepër e qartë. Shumë sisteme, përfshirë edhe ato të shumë vendeve të rrjetit të bankave, kanë dëshmuar tashmë se është e mundur të plotësojë nevojat bazë pa i mohuar njerëzve dinjitetin. Kjo tregon se problemi nuk qëndron te bashkëpunimi apo njohja reciproke, por te vetë dizajni i sistemit. Nëse ne vazhdojmë të flasim vetëm për dhimbjen pa analizuar rrënjët e vërteta që e shkaktojnë atë, do të shohim të njëjtën dhimbje të përsëritet pa pushim. Njerëzit gjithmonë zihen dhe debatojnë pafund, duke humbur drejtimin, ndërkohë që shkaku i vërtet mbetet i paprekur. Qëllimi ynë i përbashkët në fakt është shumë qartë. Ai është të ruajmë qetësinë dhe të krijojmë një kohë ku të gjithë mund të mbështesin njëri tjetrin, pa u shkaktuar dhimbje askujt.